Mbërkohë njerë po takojme me Ardianën, e cila po na pret në lidhje direkte. Mirëmëngjesi, Ardian, linja për ty. Mirëmëngjesi Agnese dhe ty, mirëmëngjesi për gjithë, një ditë sa më të mbarë sot. Nëse do të flasim për sportin, Agnese, sepse kemi shumë sportistë që po na bëjnë të ndjehemi mirë si vend me medaje që po ja sjellin Kosovës. Këtë rast kemi të bëjmë me Federatën e Kickboksit të Kosovës, të cilët kanë qenë në kampionatin evropian për kickboks junior më konkretisht dhe ka arritur që Gent Mehmeti të fitoj medaljen e argjend, ndërkaq pjesëmarrës kanë qenë disa sportistë të tjerë të kickboksit të Kosovës, por këto i flasim bashkë me kryetarin e Federatës së kickboksit të Kosovës, zotin Fatmir Makbulli. Faleminderit trajner shumë që je sot bashkë me ne. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën Ardian dhe gjithashtu falenderoj redaksinë e juaj dhe televizionin Koha Vizion për këtë intervistë, për realizimin e kësaj interviste. Faleminderit shumë. Flasim për kampionatin evropian, pjesëmarrjen që e patët bashkë me këta të rinj, sa ishin gjithsej dhe cila ishte rezultati përveç Gentit edhe rënditja të tjerëve. Po dihet që na ditë më parë kemi qenë në kampionatin evropian, i cili është marrë në Jesolja të Italisë dhe ku kanë qenë pjesëmarrës 48 shtete dhe mbi 2900 garus, ka qenë pjesëmarrje shumë e madhe dhe masovike. Dihet që në kampionatin evropian është konkurenca shumë e madhe dhe besoj që na kthy me një rezultat shumë të madh, cilën e ka fituar medaljen e argjend Gent Hyseni dhe besoj që Genti ka përsëritur edhe një garë më herët në kupën botërore ka pas medalje. Gjithashtu edhe të tjerë garus kanë qenë shumë të mirë, shumë në nivel kanë qenë, po ka një herë fati nuk e dënë dhe gjithashtu edhe muj me potencue edhe një garus tjetër i cili një fitore ka pasë është Zan Krasniqi, i cili me performancën e tina shumë të mirë në kampionatin evropian, po fatin nuk pat fat për me mustelis me medalje, të fitej ke qatë meqen ai mustelis ke dhaj me medalje, po besoj që edhe një medalje e vetme është boll në një kampionat evropian, se dihet që në kampionatet evropian dhe kampionatet zyrtare është konkurenca e madhe dhe besoj që edhe kickboksera tjerë mos ju ngeli bërë se edhe ata e kanë dhënë maksimumin, po ka një herë gjithë smujnë me fitu medalje edhe besoj që në të ardhmen ata do të punojnë më shumë dhe do të angazhohen më shumë dhe ata do të korrin suksese. Trajner për të shkuar në kampionate të tilla që ka një peshë shumë të madhe dhe për vendin, po edhe vetë për ata sportistë, sigurisht duhet përgatitje edhe në aspektin e vetë sportistit fizikisht e mendrisht e gjitha, po i marrim këtu për bazë edhe financat. Po du me ditë pak sa për kraje gëzoni si federat për të shkuar në të tilla vende ku e përfaqësoni Kosovën. Po me të thonë drejtën, na dihet që me thonë sponsorin kryesor dhe që për krajën e kena për shtetit, për Ministrisë Sportit dhe Kulturës, dhe cila na mbështet, na dihet që në fillimisht në shkruajna memorandumet me ministrinë dhe ato kush ka aktivitete mund mi realizue gjitha ato mjete dhe besoj që na këtë herë jo që këna pas shumë mjete, po e këna pas një numër të kufizuar se dihet që në kampionatin evropian më është me shku edhe me 100 vetë. Po na shkojna me sa mujna me mriq ato shpenzimet dhe besoj që kjo është e mirë që shteti na përkrah dhe besoj që edhe në të ardhmen do të na përkrah dhe besoj që na nuk është rasti që po thojnë është sportisti është ambasadori i shtetit më i mirë dhe besoj ti je në mesin e 48 shteteve i barabartë me të gjitha shtetet, besoj që kjo është e mirë. Federata e kickboksit do të çush po ndëgjoj do federata tjera që po kanë probleme me simbolet kombëtare me qit në për atje me virë ku do të atje veni ku është për me ngrit flamuri për ato po kanë probleme, besoj që federata e kickboksit që ka këto probleme i kena kalu. Dihet që sporti ka kalu këto probleme me antarësimin e Komitetit Olimpik i Kosovës që është antari i Komitetit Olimpik, antari i Komitetit Olimpik ndërkombëtar, dihet që këto probleme janë të kaluara, po këta federata do të me kënd kujdesshëm edhe kryetarët e federata me insistuar që kur qysh mos me marr pjesë pa simbole të shtetit në këto gara ndërkombëtare se dihet që ashtu veç mësojnë rrugën ata dhe në ditë i hyjnë edhe tjera federata kanë probleme. Besoj që këto. Po thoni që ka pas raste të tilla, po me juve jo. Çka konkretisht ju është thonë për shembull federatave të tjera që keni dëgjuar? Unë kam dëgjuar që tash federata më e fundit ke Karates që ka pas probleme në Spanjë. Dhe besoj që këto do të bordi federatës, këto Komiteti Olimpik, bashkëpunim me Komitetin Olimpik, me Ministrinë e Sportit, do të me kontaktu me ta, me thonë çka me bona,
Jo me të me pranu me marr pjesë pa simbole, pa aty se s'dijeti ikona jeti mo tani aty. Edhe besoj Federata e kickboksit këtë probleme nuk e ka dhe kisha pas shef që edhe federata tjera mos i kenë këtë probleme edhe të punojnë pak më shumë dhe të bashkëpunojnë me institucionet të shtetit. Edhe të mirën vesh, jo në kryen vete, jo pa marr pjesë pa simbole e kështu. Trajner, po du pak me folë edhe për kickbokserët e rinë, cilët na po i shohim që janë shumë aktiv. I kemi pas disa prej tyre dhe si historie që kemi realizuar bashkë me ta. Gent Hyseni pra është njëri prej tyre, se më herët ja gabuam emrin. Flasim pak edhe për të tjerët që i kemi pas edhe pjesë materialeve, po ndoshta edhe për fshirjen e vajzave se ndoshta më pak i kemi të kyçuna edhe pse di që ka shumë prej tyre që tashmë janë aktivizuar dhe po korrin shumë suksese. Po numri, nëse e marrim në një balancë kështu, çu qëndron mes dy gjinive? Unë me të thonë drejtën, unë e Piceki edhe me emna kush ka qenë pjesëmarrës në kampionatin e Prem, ka qenë Zan Krasniqi, Omar Thaçi, Gent Hyseni, Rigan Demaku, koni para pon për me ardhë, kjo është një klubit Kronit Podijevës, po kjo në momentin e funit e ka ra gripe dhe smu dhe s'ka mujt me ardhë. Gjithashtu Nart Mehmeti, edhe Nart Mehmeti nuk ka mujt me marrë pjesë, se ka pas probleme pesh, se s'ka mujt me hjek peshën, qyshe këna registruna për me marrë pjesë, edhe Taulant Sali dhe Art Dulaj. Këta kanë qenë pjesëmarrës në këtë kampionatin evropian. Unë e cika dhe më herë, ta gjithë e kanë dhënë maksimumin, po ka një herë edhe provoja e bënd veten, këta mesin e tyre ka pas debitant që kanë debituar mas pari në këtë kampionat dhe besoj që këtë është konkurrenca e madhe. Unë e the edhe për vajza, s'kem shumë, po i kena dhe vojza edhe në kickbox. Po na nuk mujna me rrezikue me që vojza, nes nuk jem për kampionate evropiane, për me marrë pjesë, është konkurrenca e madhe, na nuk guxojna na mas pari do të me mendu për sportista, për shëndetin e sportista, tani me mendu për rezultat. Na nuk guxojna me sakrifikua ato me mishti në konkurrencë shumë të madhe dhe me pas në fund me pas pasoja. Kështu në tarmë, dal nga dal, këto dhe të vinë dhe të pjekën edhe besoj që na dhe të marrëm edhe në kampionate tjera, ka kampionate, na Federata botërore ka agjendën shumë të madhe, e ka kalendarin shumë të madhe, na që tashte në gara arshme është në Dubai matë që tashte, në Abu Dhabi për kampionate i senjerve, dhe besoj që atje dhe të marrëm pjesë me një numër jo shumë të madhe, simbolik, po me marrë pjesë të amon shtete se dihet që atje janë edhe pak hargjimet shumë të maja, dhe nuk po dojna veç me quë masovitet e kvalitet ja. Na po dojna me quë që ata që bashkë kanë që konkurrujnë për me marrë medalje. Trajner, unë falenderoj shumë për këto dhe këtoja që i kënda bashkë me neve edhe urojmë që edhe tash në kampionatin e ardhshëm të keni sukses edhe matutje e ju përcjellim edhe materiale për program të mëngjesit. Unë spori kickbokserët dhe kickbokserave ju kisha dëshiru që të ushtrojnë sa ma shumë dhe besoj që Federata e Kickboksit nuk do t'ju hen hak dhe kush e meriton çdo njëri prej tyre do të vjen do të prezanton shtetin ku do të aty. Edhe njerë shumë faleminderit për këtë ftesë. Naci, faleminderit shumë. Miq dashur, pra kemi bisedu bashkë me kryetarin e Federatës së Kickboksit të Kosovës që na ka treguar për medaljen argjend që Gent Hyseni ja ka sjellë pra Kosovës në kickboks në kampionatin evropian së fundi. Ndërkaq tash është koha për me pa recetën e lindës, menjëherë pasaj vjen edicioni i lajmeve dhe pastaj rikthehet Agnesa me pjesën e fundit të emisionit.